Kryeministri Edi Rama pritet të depozitojë nesër në kuvend një projekt ndryshim në kodin e procedurës penale, së bashku me Tauland Ballën dhe Ulsi Manjon, siç paralajmëroi në podcastin e tij Flasim. Nisma synon riformulimin e nenit 242 të kodit të procedurës penale, që lidhet me masën e sigurimit pezullim nga detyra. Aktualisht, ky nen parashikon se gjykata mund të ndalojë përkohësisht një të pandehur të ushtrojë detyrën publike, por përjashton nga kjo masë personat e zgjedhur sipas ligjit elektoral. Sipas formulimit ekzistues, masa e pezullimit nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur me vot. Ndryshimi i propozuar zgjeron këtë përjashtim, duke përfshirë drejt për drejt disa funksione të larta kushtetuese, presidentin e Republikës, kryeministrin, anëtarët e Këshillit të Ministrave, avokatin e popullit, kreun e kontrollit të lartë të shtetit dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Në listën e funksioneve që përmenden në tekst, përfshihen presidenti Bajram Begaj, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko, si dhe drejtues të tjerë të institucioneve kushtetuese. Nëse kuvendi miraton këto ndryshime, gjykatat nuk do të kenë më mundësi të vendosin masën e pezullimit nga detyra ndaj këtyre funksionarëve për rastet e ardhshme. Megjithatë, ndërhyrja ligjore nuk prek situatat ekzistuese. Parimi i mosveprimit prapaveprues të ligjit penal nënkupton se vendimet e dhëna më parë mbeten në fuqi. Kjo do të thotë se çdo masë sigurie e vendosur aktualisht nuk ndryshon si pasojë e amendimeve të reja. Projekt ndryshimi pritet të hap debat politik dhe juridik, pasi prek balancën mes pushtetit gjyqësor dhe funksioneve të larta ekzekutive dhe kushtetuese. Diskutimi në kuvend do të përcaktojë nëse kjo nismë do të marrë mbështetjen e nevojshme për t'u kthyer në ligj.